Shëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Për letra tarot, do të marrim një pyetje te letra tarot, te energjia e letrave tarot. Do të bëjmë diçka konkrete në drejtimin tuaj, personi zemrës, pra do të bëjmë diçka konkrete në drejtimin tuaj, personi I zemrës. Ju shikon për një yll polar në këtë univers të mrekullueshëm. Ju jeni për të një dritë e bukur e universit. Ai vjen drejt teje me këtë kalm, plot pasion dhe dashuri. Vjen shumë I entuziazmuar, vjen I dashuruar me ty, sepse tek ty shikon një femër shumë ekuilibrante, një femër që ti të mbaj ekuilibër në këtë marrëdhënie, plot pasion dhe energji pozitive. Diskuton dhe ti tret që ëndra juaj të bëhet realitet. Ai lufton fort për të ardhur drejt teje dhe së shpejti ai vjen në jetën tuaj në mënyrë të papritur dhe të befasishme. Pra ai bën gjithçka s'është e mundur që të ndryshojë komplet lidhjen tuaj. Ky person I zemrës tuaj vjen drejt jush në mënyrë të befasishme, në mënyrë të papritur, ku ju nuk e prisni fare, vjen dhe ju me anë të këtij pëllumi të bardhë të paqes ju sjell një lajm të mrekullueshëm që do të transformojë jetën tuaj. Në këtë person ju do të gjeni një paqe, një qetësi në të shtëpi prallore, në të shtëpi paqësore, sepse themelet I keni të ngulura thellë, të 4 shkopinj janë themelet e ngulura thellë në familjen tuaj, në jetën tuaj, ku do të gjeni paqe, qetësi shpirtërore, liri dhe shumë dashuri dhe harmoni. Pra, kjo ishte energjia e dashurisë të dy personave. Në mënyrë konkrete, çfarë do të bëjë personi juaj? Do të bëjë gjithçka për të realizuar ëndrrën tuaj. Me kë rezonon kjo energji? Me ujori, me gafore, me shigjetari, peshqit, pinjakët, akrepi dhe dashi. Kurse gërma e parë e emrit tuaj, mund të rezonojë me gërmën Ç, gërmën N, gërmën A, gërmën Q, R, V, Zh dhe F. Faleminderit shumë, miqtë mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.